Në studion tonë, këtë mëngjes do të kemi një histori që të lë pa frymë. Ismet Hasani, një fëmijëri nga Akademitë e Shkupit tek futbolli profesionist në Sloga Jugo Magnat, e mëtej në kampet e azilit në Belgjik. Ka kaluar një udhëtim që nuk është vetëm sportiv, është njerëzor, emocional dhe shumë frymëzues. Sot jeton në Berlin dhe udhëheq një kompani mjaft të suksesshme si menaxher dhe scout futbolli. Me bashkëpunim me ndërkombëtar nga vrapimet e mëngjesit për të ruajtur ëndrrën deri tek kontratat me klube prestigjioze si Rayo Vallecano. Historia e tij është një rrëfim për shpresë, vendoshmëri dhe besim. Sot flasim për njeriu pas golave. E mirëpresim në studio Ismet Hasanin. Së bashku me ne. Faleminderit shumë dhe mirëmëngjesi. Faleminderit për ftesën. Ju ftoj që të rahatohesh. Ismet, ne kemi dëgjuar që sot do të nisesh për pushim, mirë po faleminderit shumë që gjete kohë dhe je bashkë me neve në studio për të ndarë një histori mjaft frymëzuese. Ju faleminderit për ftesën edhe një herë. Mirëdita të gjithëve. Dhe pra, siç e dini, unë jam Ismet Hasani, i lindur në Shkup. Vij edhe një nga akademitë e Sloga Jugo Magnati si përpara dhe Skupi Promofut, që është pronari Bedri Saliu, që e përshëndes shumë. Dhe hapët e para fillova atje. Do t'i flasim të gjitha pak nga pak, mirë po më thua Ismet, si janë mëngjeset e tua? A janë të mbushura me shumë angazhim, apo janë mëngjeset pak më të qeta, pastaj ndoshta pasditja është pak më shumë obligime? Mëngjesi im fillon gjithmonë përshëndetje me mamën time. Ata e kam rutinë ditë përditshme. Nuk ja filloj as ditën në zyre të futem pa e përshëndesur ata. Dhe filloj me angazhimet e ditë përditshme si menaxher që punoj, dhe telefonata të ndryshme me klube të ndryshme, dhe kam një kompani familjare që udhëheqi në Berlin. Është mjaft bukur, mirë po të mungojnë mëngjeset e Shkupit më shumë, apo ato të Berlinit i ke të themi pak më rutinore, e ke rutinën tënde? Pak aty ndryshe është, fillon gjithmonë me shoqëri, mëngjesin e pi kafe në mëngjesit, por në Berlin nuk e ke ato kënaqësi. Ato kënaqësi e ke vetëm në Shkup. Është një luks që e kemi ne shkupjanët. Po, patjetër, ajo nuk paguhet me asnjëse. Shumë e vërtetë, pashtë edhe ushqimet që janë të tona tradicionale. Ato gjithmonë. Vetëm shqiptarët e fillojnë mëngjesin me të themi si me pogaçe dhe bureke të ndryshme, të cilat i gjejmë vetëm në Shkup. Ismet, më duhet pak të kthehemi në kohë dhe ta përshkruash ndjesinë që ke pasur në fillim për herë të parë kur ke luajtur futboll si fëmijë në Shkup. Historia jote fillon që nga Shkupi, që nga futbolli dhe më pas dua të them që është histori në vete. Ishte lojë shpëtimi apo të themi ishte një pasion i cili është shumë i lidhur ndjeshmërisht me identitetin tënd? Unë si 6 vjeçar, 7 vjeçar fillova në shkollën fillore Penko, pastaj fillova në akademinë siç është Skupi Promofut te trajneri i njohshëm siç është Bedri Saliu, pastaj u futa në shkollën e futbollit e Sloga Jugo Magnat me 7-8 vite. Por atje siç ëndër si çdo fëmijë që ka futbollin, edhe unë fillova prapë në hapat e futbollit. Në ndër pasionet më të qëndrueshme që i bëra hapat e parë, ishan të nder të luaj me nderim në Xhipin, Recep Hasani siç është vllai im, ish futbollist edhe ai, dhe gjithmonë ne si pioner ishim mbrapa portave, prishim topat. Dhe që nga aty fillova dhe me 16 vjet unë u futa në ekipën e parë. Dhe aty kisha nderin të luaj dhe të kisha trener Mensurin e Xhipin, Nejat Shabanin, dhe në akademi e kisha Jeton Muslimin që përshëndes shumë, ai më bëri aty ku jam sot. Dhe prej aty u largova në Belgjik. Jo drejt futbollit, po drejt azilit. Dhe isha dhe një ndër nxënësët në shkollën e mesme Pançe Karagjozov në mjekësi, si teknik dhëmbësh, por nuk muta të arrija të ëndër. Ta përfundoja me fakultet, po të gjitha, por u futa në azil nga Gjermania me një vizë turistike, pastaj u largova atje dhe u futa në azil në kamp me 400 vetë, me shumë njerëz dhe kombësi të ndryshme, dhe që nga aty
pra jeta ime është sot këtu ku jam. Ka ndryshuar me të vërtet. Jeta të ka sjellur shumë sfida dhe shumë zgjedhje. Do më thënë, ke qenë një student apo nxënës në shkollën e mesme të mjekësisë, mirë po ashtu futbollin e ke pas një pasion, të cilën që nga mosha e re e ke filluar, mirë po ja që jeta ka sjellur edhe shumë rrugtime tjera të ndryshme, të cilat edhe ke përfunduar edhe në vendet europiane, që do të flasim edhe për ato. Si ka qenë rruga nga akademia e parë nga Sloga, të cilat ishin ato mësimet e para të cilat i ke marrë profesionale dhe që i ke bartë për gjatë gjithë rrugtimit tënë si futbollist? Pa rrugtimi im, si që dihet, këtu në Shkupje apo në Sloga Jug Magnat mungonte gjithmonë akademia. Nuk kishmi terene ku të stërvitime prapa stadiumi ku është në parki i Qahirit dhe në Gazibab, në malin Gazibab. Po ashtu nuk kishim as topa, as këpuc. Ishte shumë vështirë atëherë, po sot shqyqyrë Zotit të gjitha i kanë, vetëm duhet punë, që të arrim aty ku jam. Por rrugtimi prej aty deri në ekipën e parë ishte shumë i vështirë. Shumë i vështirë se nuk kishim ne sot që kanë sot fëmijët tonë. Mundësia ishte shumë e rëndë, po ja që nga dalë hap pas hapi, ja dalë. Shumë nga periudat e ndryshme, gjeneratat e ndryshme, ballafaqohen me sfida shumë të ndryshme, mirë po ja që më parë ka qenë sfida më shumë të themi materiale e kushteve të cilat kanë ofruar edhe të themi këto akademit e futbollit. Unë doa të kthejmë pak tek azili. Çdo familje shqiptare ballafaqohet me emigrimin, të gjithë nga ne, ndoshta edhe kemi provuar ndonjëherë, mirë po kemi edhe familjarë të cilët janë të prekur nga kjo. Është një pikë shumë e dobët tek familjet shqiptare, mirë po jo vetëm në vend, edhe në të gjithë rajonin. Më thuaj si ka qenë ndjesia kur për herë të parë vendosle që të dalësh dhe të marrësh një vendim, që të lësh vendlindjen tënde për një të ardhme sa më të mirë. Dhe a ke menduar që do ta vazhdosh futbollin në vende të tjera? Në vend të parë, unë pse u largova dhe u futa në azil apo se imigrant në shtetin e Belgjikës, ishte vetëm shëndetësia e mëmës time. Aty unë fillova, sepse nëna ime ishte sëmur, babi im punoi ke taksi dhe nuk ishte atë kushte që të shërohet ajo. Dhe unë vendosa o do i ndihmoj familjes, o do zgjidhi futbollin. Po unë zgjedhja familjen. S'pari zgjedhja familjen, pastaj zgjedhja futbollin apo jetën time të ardhshme. Dhe ishte shumë interesant se kur më pyesin pse je regjistru këtu, si azilant, si emigrant, s'disha çfarë them se isha aty dhe i thoja u largova se s'kisha kushte. S'kisha kushte dhe më futëm me një kamp ku është në një vend Sint Niklas Tiret në Belgjik, në qytetin e Belgjikës, pastaj atë që nga aty dhe e mora edhe nënën time aty dhe futëm në spitalin Charité Tiret në Bruxelles dhe ajo qëndroi aty afër 3 muaj dhe shqyqyrë Zotit ajo pastaj u bë pak më mirë dhe erdhi në kampin ku unë qëndroja dhe më tha djali im tash unë jam mirë vetëm përpara. Ti ke bërë një sakrificë, mirë po sakrificat është kthyer në fakt edhe me të themi kështu një mësim jete, të cilë po ashtu të ka afruar edhe që të vazhdosh edhe ëndrrën tënde. Një vendim për ta lënë Maqedoninë dhe për të emigruar drejt Belgjikës, sigurisht nuk ka qenë as pak i thjeshtë, mirë po unë dua të di se në kampin ku ke qëndruar, ti çdo ditë ke vrapuar. Sportin asnjëherë nuk e ke lënë anash dhe je marrë gjithmonë me pasionin tënd i cili ka qenë futbolli. Dhe aty ndodh një histori shumë interesante me një asistente e cila gjithmonë të ka vëzhguar, të ka parë dhe derisa erdhi koha që të ka pyetur se pse po vraponti, cila është ëndra jote. Na i shpjego këtë histori sepse ishte mjaft frymëzuese. Ne në atë kampin ku qëndroj me nënën time, e kishmi një buxhet prej 7 euro. Çdo javë, i mirëshim 7 euro. Për një javë 7 euro? Për një javë 7 euro. Dhe nëna ime nuk mund të ta ngrënë ushqimin e kampit, se ishte total ndryshe nga tradita jonë. Po çfarë bëjsha unë, pastrojsha hoteli, atë restorantin që ngrënim, pastaj pastrojsha toalete, e gjitha që t'i baj një shumë, një 20 euro që të blej speca, patrigjane, disa ushqime tradicionale që kemi ne, dhe që të ushqet mama ime. Por, çdo ditë 5-6 mëngjesit, pasi falja sabajin, vrapoja në kamp. Vrapoja ishte një sallë e madhe dhe çdo ditë vrapoja, kur një ditë më thret një asistente aty
ajo që ka qenë tjera 25 vjeqe di, unë isha 18 vjeç, dhe më tha, po pse po vrapon? Edhe unë thash vrapoj se kam qenë futbollist, profesionist, por pastaj më ftoi në zyrën e saj dhe më tha, ma trego pak historinë tënde. Edhe unë i tregoj historinë time që u largova për shkak të nënës time që ishte se mu për shkak të ëndrave të mia të futbollit, dhe ajo më tha që do të provoj të më fus me një klub, po nuk siguron që a do të bëj kontratë apo do më marrin apo diçka. E thjesht. Dhe aty ishte një klub që ishte në kategorinë e dytë, Vassland, Red Star Vassland Ucirke, tash thirret Vassland Beveren, ku më ftoi në trening treneri dhe më tha, ok, tash mundu më stërvrit, dhe unë fillova. Ishte ditë e premte, gjuma, dhe bëra një trening të suksesshëm aty, dhe më tha, më tregoi letrën që ti e ke marrë nga azili, dokumentacioni. E kishte një thirrje një orange card, dhe më tha, ok, sjelle atë dhe të shikoj a mundesh të luajsh nesër apo jo, për ekipën e dytë të Red Star Vassland. Dhe kur mbrita në kamp e kisha një telefonat aty, se gjithmonë kur thirrshin familjar, të thirrin në recepcion, eja se ke një telefonat. Një vizitor apo një telefonat, dhe më tha, nesër mundesh të vish, se mundesh të luash. Ok, mu bët shefi, po qafova nënën dhe vajtoja. Dhe ka qenë shumë interesante se në lojën ndeshje ishmi musafir. Dhe gjithë ndeshjen e luajtëm deri në minutën e 75, unë isha rezervë në bank, dhe kur më fton Hasani, tha, eja, se do futesh. Dhe aty ndodhi një mrekulli shumë e suksesshme, kur sapo u futon, bëra gol dhe fituam 1-0. Por është interesant se në javën tjetër, u futa që kishmi ndeshje të shtunën dhe u futa që nga minuta e parë. Por aty ndodhi gjithë historia mrekullueshme e jetës time. Bëra një asist me 1-0, pastaj shënoja 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, kur përfundoja me 5 golla. Dhe aty ndryshoi jeta ime. Që nga aty të nesërmën i sjella gjithë sport direktori i atij klubit, më ftoi në zyrën e tij dhe më tha, sjelle procedurën tënde, sjelle dokumentat dhe ne do të ndihmojmë deri në përfundim. Dhe të hënën e kisha një ftesë që të gjithë lojtarët e klubit kishin nënshkruar një dokument që ky person ju lutem të mbeste në Berlin, në Belgjik. Dhe se Belgjika nuk ka president. Nuk ka president. Edhe ka një kralj. Po, mbretëri. Mbretëri të suksesshme nga atje dhe atë letër ja dërguan mbretërë. Dhe ai për një javë më sjelli dokumentin dhe mora qëndrimin e Belgjikës. Ja pra kështu. Këto janë histori të cilat ndonjëherë ndodhin njëherë në jetë, mirë po me të vërtet mund ta ndryshojnë jetën tënde, siç ka qenë edhe ajo loja, të themi 90 minuta, të ka ndryshuar të gjithë jetën dhe po ashtu edhe vazhdimsinë e një historie mjaft frymëzuese. Unë po ashtu dua të di se çfarë roli ka luajtur edhe nëna jote në këtë storje. E tham që gjithçka ka ndodhur edhe emigrimi drejt azilit në Belgjik për shkak të sëmundjes së saj. Më është shumë mirë që tashmë është e shëruar dhe gëzon plot shëndet. Mirë po, cila ka qenë edhe po ashtu pastaj vazhdimësia, sepse më thë që të gjithë familjen e ke marrë dhe të gjithë jetoni tani jashtë vendit. Cili ka qenë, të themi, ajo pika më kryesore e çdo qëllimit tënd në jetë që ke pasur? Po, qëllimi im ishte ti rahatoj prindërit, qëllimi i parë. Pastaj të merja vllaun dhe motrën, se janë më të mëdhenj se unë, por qëllimi kryesor ishte nuk ishte futbolli. Qëllimi kryesor ishte vetëm që të sigurojmë shëndetësinë së pari për nënën time, pastaj ëndrrat të realizojmë. Por nga aty, kur ky presidenti i klubit Vassland më tha një fjalë që ato fjalë nuk e harroj kurrë, tha, përderisa ti qëndron i besueshëm dhe i dashuruar në prindërin tanë dhe bën sakrifica shumë, ne do të ndihmoj ty. Dhe ato më ndihmuan me vendbanim, pastaj më nxorën nga kampi, më dhanë një banesë dhe që nga aty unë e mora vllaun, motrën, babën dhe ja, jeta
shumë sakrifica, por një ditë do të dalësh, por vetëm me punë. Shumë Të gjitha këto realizohen vetëm me punë dhe besueshmëri në vetvete. Përderisa i beson vetvetes, nuk mund të besojsh askujt tjetër. Shumë e vërtet. Besoj vetvetes dhe puno shumë. Duhet gjithmonë të kemi besim dhe të besojmë në ëndrat që kemi, sepse çdo ëndër mund të realizohet, mirë po normalisht nëse punohet për të. Unë njëkohësisht dua të di Ismet tani je edhe menaxher. Të themi edhe menaxhon shumë futbollistë të ndryshëm. Më thuaj pak këtë rrugtimin se si vendose, kur u shkëpute nga futbolli, kur vendose që të jesh menaxher. 4 vite qëndrova në Vassland. Ishte kategoria e parë dhe të dytë. Dhe pastaj kisha një ftesë të luaj në Akademinë e Barcelonës në La Masia. Aty qëndrova 9 muaj. Pastaj nga aty ato më shitën me një kontratë shumë të mirë në Lituani. Pastaj nga Lituania ika në Itali. Nga Italia prapë u ktheva në Belgjik dhe prej Belgjikës u vendosa në Berlin. Shumë ndryshime, shumë vende të ndryshme. Vende shumë të ndryshme, kultura shumë të ndryshme dhe gjuhë shumë të ndryshme, kur sot i flas të gjitha gjuhët, por është me rëndësi që kur përfundova në Berlin, aty qëndrova 2 vite në BFC Dinamo dhe që nga aty dhe fituam një pokal që është e Gjermanisë dhe që nga i moment unë vendosa, po në të aspektin doja që të mendoj për të ardhmen. Përderisa kur mbaron karrierën, se çka do bësh për të ardhmen, ose do bësh trener, ose do bësh scout, apo do bësh menaxher. Dhe unë zgjodha menaxherin dhe scout. Dhe me në moshën 33 vjeçare, 32 vjeçare, i thash vetes, kam arrit atë ku kam arrit për familje, për karrierën time si futbollist, por kisha një ofertë nga Juventus Academy, aty u futa 3 vite, si Balkan Scout for Academy në Torino, dhe kisha nderin që të njoha nga afër Claudio Chiellini, është një ndër sport direktorët e Akademisë së Juventusit, kur sot ai prej atë derë që më hapi, sot vazhdoj të bëj të njëjtën gjë, por me Rayo Vallecano. Dhe sot jam dhe si scout i Rayo Vallecano që 1 vit e gjys, dhe punoj si menaxher, e kam kompaninë time si Hasani Sport Management në Berlin, dhe sot menaxhoj lojtar, ndihmoj lojtar të rinj nga Shkupi, nga Kosova, nga Shqipëria, që kam derin me këtë që jam sot dhe të ndihmoj të tjerëve. Pra tani nga frymëzimi yt, nga historia jote, të themi që ke kaluar, tash jetë të themi dora e hapur për të gjithë ata që kanë nevojë që të profesionalizohen në fushën e sportit, i cili është futbolli, dhe ju ndihmon po ashtu si një ndihmës që të është dashur edhe ty në kohën tënde. Më thuaj, a ka shumë talente në rajonin ton? Është e vështirë puna e menaxherit, menaxhimi i talenteve të ri? Ka yje botërore të cilat mund të vinë nga vendet ballkanike? Ka lojtarë që mund të mbërrinë, ka talenta shumë. Unë një ndër talentet që mund të flas për të është si Enis Bardi, kur prindi im ishte si punoja si taksi, prindi im udhëtoi me prindin tim Enis Bardi, dhe ai vrapoi nga Blaca ku jetojnë deri në Akademinë e Skupit, dhe është ai frymëzuesi sot kur është kapiteni kombëtarës së Maqedonisë, dhe të gjithë mundën të arrijnë dhe të shikojnë si Enis i mbriti këtu ku është sot, dhe jemi krenar për të, sepse ai është sot kapiten i kombëtarës së Maqedonisë së Veriut. Por tash isha i ftuar në Barcelona kamp, ku sot dje përfundoi për fat mirë dhe ishin shumë talent të mirë. Kishte talent nga ana maqedonse, në shqiptarë, por ishin edhe nga ana e Kosovës që kishin ardhur atje. Dhe unë qëndroja me Gjoro Ivanovskin dhe me Nderin në Egjiptin dhe shikojmë talent dhe ishte krenar, ishte kënaqësi të shikoj ato voglush, ato djem, se si sot i kanë kushtet dhe si punojnë. Edhe për fat mirë i zgjodhëm disa që mujnë të bisedoj me prindrit e tyre, por unë gjithmonë filloj nga kur flas me prindërit e futbollistëve të ri, flas direkt nga jeta ime. Se si unë kam arrit këtu ku jam sot, por që karakteri sot që është këtu në Maqedoninë e Veriut, është se prindërit e kanë një të keqe që mendojnë direkt se ku
ku të marrin lek dhe ku të marrin para dhe ku të shkojnë fëmijë me moshën 15 vjeçar apo 9 vjeçar apo 10 vjeçar. Po i them të gjithë prindërve që nëse do që të arrijë fëmia e tij, të lutem leja në dorë menaxherit, leja në dorë një pedagogi që është marrë me futbollin, se ka shumë njerëz, shumë kolegë që unë njoh, jam pedagog të mirë, ish futbollist dhe sot menaxhojnë kompani shumë të ndryshme, dhe të mëdha sot në Maqedoninë e Veriut, por që të gjithë i kisha lutë që të kontaktoj me këto njerëz, me pedagog të futbollit, trener të futbollit dhe skauta dhe menaxher të ndryshme. Por mos të mendojnë direkt në para. Mos të ndërhyjnë, sepse siç e the edhe ti, sakrificat që bëhen, pastaj edhe vlerësohen, jeta vetë i sjell ato. Nuk do të mendojmë menjëherë që menjëherë t'i kapim yjet. Yjet do të arrijnë tek ne kur punohet për ato. Yje arrihet vetëm kur shikon një, siç është Ronaldo, Cristiano Ronaldo, ai punon shumë. Dhe unë kisha një kënaqësi, një nder të takoja atje në Madrid, se sot qëndroj shumë në Madrid, udhtoj shumë në Madrid, sepse atje kam dhe punën time. Shikoja se si punohet atje. Atje punohet çdo mëngjes, por asnjëherë një prind nuk e shoh në stadion. Asnjëherë. Ata e lejnë pedagogu, trenerit dhe menaxherit dhe skautët që janë aty dhe ato menaxhojnë djalin tënd apo futbollistin e ardhshëm. Dhe këtu në Maqedoni kjo mungon. Kjo mungon shumë se në çdo stërvitje apo në çdo lojë përzihen prindërit. Këtë ju kisha lutë të gjithë që mos të futen në këtë drejtim. Ndoshta kjo ndodh sepse edhe në shkolla ndodh e njëjta. Pra edhe në shkollat tek fëmijët, prindërit tregojnë profesorëve, arsimtarëve dhe arsimtareve se si të sillen me fëmijët. Kanë fëmijën problematik, të jesh më i ashpër. Më thënë duhet të lësh pedagogun, përgjegjës që të shikoj fëmijën, ai ta bën një statistikë se si mund të ketë dhe të ndikoj më mirë tek fëmiu. Unë për fund, Ismet, do doja të dija se cili do të ishte mesazhi yt për të gjithë ata të rinj që po na ndjekin dhe kanë ndonjë ëndër në vazhdim për të arritur në jetën e tyre, dhe nga kjo histori frymëzimi ndoshta kanë marrë edhe shumë vullnet dhe motivim për të vazhduar drejt ëndrave, sepse ëndrat bëhen realitet. Mirë po, mesazhi yt nga këtë kjo rrugtim që e ke përjetuar, cili do të ishte ajo që do të ndikojë më shumë tek të rinjt? Mesazhi im, dhe pse jam ende i ri në moshë, por dhe unë mësoj shumë gjëra dhe nga më të vjetrit, por mesazhi im vetëm të punojnë, të dëgjojnë prindërit, të dëgjojnë arsimtarët, të mos të marrin rrugën e gabuar, se fati nuk i dihet. Dhe ne tash momentalisht qëndrojmë për t'ju ndihmuar. Ashtu që çdo kush që ka nevojë, mund të më shkruajë në Instagramin tim apo Facebookin tim Hasani Sport Management dhe jam i hapur me të gjithë. Kështu që vetëm punoni. Faleminderit shumë që ishe sot prezent bashkë me ne dhe shpresoj që herave tjera kur të kemi në studio të flasim për gjëra shumë të mëdha, të cilat i bëni me kompaninë dhe menaxhimin tuaj. Faleminderit shumë. Me kënaqësi, faleminderit shumë. Shikues të dashur, shpresoj që e keni shijuar edhe këtë histori suksese, një histori mjaft frymëzuese dhe motivuese nga një ish futbollist, po ashtu tani është edhe menaxher i klubeve të futbollit dhe të shumë futbollistëve të rinj. Mirë po, tani do të shkëputemi me një këngë muzikore për të vazhduar me mysafirin e radhës, të cili është Azren Çeliku, një koleg dhe po ashtu një autor i cili sjell librin e tij më të ri.